me lemi shpirtit tem, drita jem, syni jem, zemra jeme, ndashnira, qka të thosht ti unë ka me ba. Edhe i bajt. Janë martu edhe kanë dëgju këngëra dashni e vjetë. Në për dasma këndojme kërkojnë edhe dhëndrë edhe shoshnia dhëndrë dhe po nuk do të thotë që je kënon dashnin e vjetër tina. Se këtë pas dashnin e re aty, krah për krah nuk besoj që jo, pse çfarë do me thotë, s'kisha kënuar se Jo. Se më koni martu. Jo, po si më koni me 7 vjetë, se më koni martu. Po në nuk e di sa vjetë i ke pas këtë fillu me kënu kështë të tamën. Po unë kom kënu para se më martu me Lulën, edhe që jam martu me Lulën, edhe tash që jam bashkë me Lulën ka me kënu, absolut kur Lulja nuk e ka marrë ata për që ka ndonë në skenë, dhe me thona, unë nuk është që kom bo skena që nuk... Jo, aje nuk jënë kanë prej te, në ceka, jënë kanë prej vajzave që jënë kanë në klip. Po tash të ato i kam bo valzimet e vetë, unë kam qëllu rasë. Unë e qëllova, se s'dësha. Se s'dësha, me lajtë në aty më pata qëllu, kur njetën e vetë. Unë e thëmë sinqerisht, asë njëherë njetën e vetë. Lulja nuk më kanë thonë pse e bone që të pjesë në skenë, ose pse u keshe, pse tu kesh, pse... Kur njetë, unë jam njeri ma me fat në botë që egziston prej këngëtarëve në krejt botën, nështë ta. Masi me pi nuk kena mujtë kur gjë, as me hangër s'kena mujtë kur gjë, unë e kam plan me të adho një lokom. Ti ki lokumin të shpia, po në të adho që të lirin. Falenderit shumë. Edhe Ramazan. Falenderit. Edhe urime Ramazani, edhe kështu që ju shkëna me lishoba. Urime edhe juve, edhe çdo besimtarit fejtë islame, urime. Falenderit Shala e ka shumë. një këtë mujë sa ma letë. Edhe pse që mu i letë, do me thana, vëshe. Maro ka shkoj mirë. Po shkon shumë marë, koha po shkon shumë shpejt. Ti për me në kongë të vjetra, cilë është një kongë e vjetër që zakonisht ta lipin në gjithë mbrëmje muzikore që ti e vrejnë? Po, unë e kam shumë kongë që, me të vërtet, kam pas fatin me u bo hite, janë konga, dashni, hajde me mu, me lemin, ka shumë kongë që mi kërkojnë edhe sot. Ti e përmen e kongën atë dashni, kështu që veç kesh të të pritë se kur je ka e përmen, të ishta me ta bo një pytja me për qëtë kongë. Qysh në atë kohën, kërë njëm kone vogël, unë e vete moj men, njerëzit u martëshin, edhe u qeshin në gëshin kongën atë dashni e vjetër. Po, a di që ka dikush që e shkru një kongë dhe me thonë, silët e qetë në malë, në fush, mundohet me gjetë, me zbulu diçka, edhe në fund këthejet e përmend dashnin me një tekst. është tekst artistik e krejt, në rekull, mirë po, ne e kemi qëllu kështu në pikë. Dashni e vjetër dhe mjaftot, me thotë, s'bot as e rejas. Kështu që ka qenë një kongë shumë e veçantë dhe një kongë shumë e mirë që e kam pranu publiko. Masa e ka pranu shumë mirë edhe është shumë e vërtet, janë martu dhe kanë dëgju kongëra dashni e vjetë. A ke posë rastër nështë që dhe të ka të regu dikush ose në shoshni ose dasmort kur ta kanë kërku këtë kongë? Shpesh, jo, nuk e kanë kërku normal, e kërkojnë edhe sot, edhe pse sot do me thonë në për dasma këndojme kërkojnë edhe dhëndrë edhe shoshnia dhëndrë dhe po nuk do të thotë që je kënon dashnin e vjetër tina. Se këtë pas dashnin e re aty, krah për krah nuk besoj që mirë po. Nuk me dina, e kërkojnë. Di asën që ka bo, vish me lipin halja. E kërkojnë, është pak e pështjellë kjo kongë, po prap se prap i bira fi. Unë të thash që e lasht ka pjesa e fundit me përmen që të muzikën se që shobo atëherë. Ti med, kërë ke fillu me kënu, a e koni martun o as e koni martun? Jo, pse që do me thotë, s'kisha kënume, se... Jo. Se më koni martu, po si më koni me 7 vjetë, se më koni martu. Po në nuk e di sa vjetë i ke pas këtë fillu me kënu kështë të tamën. Jo, desha me ta bo një pyetje se kove të fundit, nuk e di atë kara me pa në TikTok, jënë bo virale disa sekuencat të kongëve të tua që jënë konë hite. Tash nuk e di cila ke sakt njëna kongë, shumë vajza ke pas në videoklip edhe gjithë cila më afër se tjetra, afër teje, po. Edhe ishin shkrimet, komentet që i pash ajo ku qysh e ka marrë Lulja. Edhe për shta desha me vita e koni martun, as e koni martun kur i ke bërë qëto kongë. Ose sa e ka pranë Lulja ashta o kun... Jo, në atë kohë se di, kur në bëja kongë se di e më koni martun, po unë e kom kënu para se më martu me Lulën, edhe që jam martu me Lulën, edhe tash që jam bashkë me Lulën ka me kënu,
Edhe absolut kur Lulja nuk e ka marrë ata për që ka ndonë në skenë, dhe me thona, unë nuk është që kom bo skena që nuk... Jo, aje nuk jënë kanë prej tejo, në ceka, jënë kanë prej vajzave që jënë kanë në klip. Po tash ato i kam bo valzimet e vetë, unë kam qëllu rasisht. Unë është qëllova, se s'dësha. Se s'dësha, me lajtë në aty më pa ta qëllu. Se që të vishë zonin të djojnë. Po jo, absolut, të kur s'kum pas të lash me Lule për këtë punë edhe komentët, do më thonë, nuk është që... Sa është ndihmë pas një partner ose një partnere që të përkranë në rrugtimin të Wow, shumë e madhe, sidomos... Lulja për një me është gjithmonë krahteje. Sidomos në fazën që unë e kom pas, do me thonë, prej 24 vjetë kër i kom pas, 24, 25, deri me 30, 33, 40, 35 vjetë, do me thonë, atë moshën që adoleshent, që është adoleshent? Okej. Në atë kohë, s'ka ka, ajo po, do me thonë, është kanë shumë e vështirë, jo vetëm për Lullën, po për çdo në person, do me thonë, që kështë qenë pjesë e jetës, në shkon vështirë, mirë, po Lulja ka mjeshtru në njërën më të mirë. A ka pas në herë në moment? Kur në jetën e vetë, unë e thëmë sinqerisht, asë njëherë në jetën e vetë, Lulja nuk më ka thonë pse e bone që të pjesë në skenë, ose pse u keshe, pse tu kesh, pse... Kur njetë, unë jam njeri ma me fat në botë që ekziston prej këngëtarëve në krejt botën, është ta. A ke dediku këngë Lulës a halja? Po, me hleme është pikrisht për Lulën, po kam edhe këngë tjera, mirë po, kjo është fati jam që asë njerë njetë, kur s'u ka ndodhë me më thamë, pse, qysh ndodhë të ndodhë. Mas jena të Lulja, edhe do me thonë kënga me hlimi u pas ka dediku Lulës, që që pëse mësme... Në vend që me adha kështu një mesazh me thonë, na pe thu diçka në kamere, kësë sene, nuk po të thëmë se garantit më që dhe. O me lemi shpirtit tem, drita jem, syni jem, zemra jeme, ndashnira, qka të thushti unë ka me bo. Edhe i bajt. Edhe apo më doke që diqysh të të në gjallë dhe zani, diqysh atë normal, si e vedoha për këtë ashtë.